Prifti sheh një vajzë të zezë duke bërë sinjal me dorë dhe thret policët, ajo që ndodhi më pas është shumë tronditëse. Ndonse në qytetin e vogël bregdetar të Fairfield, ku kisha e gurit të vjetër qëndronte si një fener ngushëllimi, atë Dominiku ishte më shumë se një prift. Ai ishte njeri i besuar, një udhërfyes dhe zemra morale e komunitetit. Forca e tij e qetë dhe mirësia e palëkundur ishin ngushëlluar famultar të panumur të gjatë studive të jetës, por asnjë nuk e kishte përgatitur për takimin shqetësues që filloi një të diel në mëngjes. Atë ditë, një familje e re mbriti në kish. A Dominiku i vuri re me njëherë, një burr i gjatë me tipare të mprehta, një grua e ishme me një sjellje të rezervuar dhe një vajzë e re zezake që dukej e strukur. Vajza, mbas e 10 ose 11 vjeçe, e mbante kokën ulur me duart e saj të nervozuara. Pas shërbesës, a Dominiku ju afrua atyre me një buzëqeshje mikpritëse. Buri, i cili u prezantua si Charlesi, i shtrëngoi fort dorën priftit. Faleminderit atë. Ne sapo jemi transferuar këtu. Kjo është gruaja ime Maria dhe mbesa jon Sara. A Dominiku u përul pak për takuar vështrimin e Sarës. Është bukur të kemi ty këtu, Sara. Shpresoj që Fairfield të ndihet si shtëpia për ty së shpejti. Sara ngriti një vështrim të shkurtër, e sytë e saj të mëdhenj dhe të shqetësuar, duke takuar me të tij vetëm për një moment, para se ajo të largohet. Faleminderit atë, murmuriti ajo. Zëri